Pash dy syt në ball, dy syt në ball, a dhe din sa kam duruar. Unë, kur mbyllet perdja dhe nuk kënoj, në jetën e përditshme, jam një edukatore specializume, aktualisht, se me të thënë drejtën gjatë viteve dhe historisë si te cilësove, më ka qëllu me ushtru profesionet ndryshme. Si fillim kam mbrojt gjuhën frënge në Zvicër, kur kam shku, dhe kam punu me përkthime, me editime, pastaj me formime tjera akademike, mirë po së fundmi, ajo që më erdi si një thirrje e fëminisë që e kisha pas anër e vogël, erdi arsimimi, edukimi, do me thënë për fëmijët, edhe jam diplomu para 2 vitesh edhe po e ushtroj këtë profesion. Mundohem me dhanë ma të mirën e mundshme edhe me kalu një ditë të këndshme ku në kthim për në shtëpi e di që fëmijëve, do me thënë ju kam plotsu nevojat për cilat ta ndodhen, nevojat për cilat ata ndodhen në një institucion të edukimit, mirë po jo vetëm, i kam transmetu rëndësinë e krijimit, kreativitetin, i kam transmetu edhe dijen në atë mënyrën teme, sigurisht spontane, pa i sforcu fëmijët, edhe gjithmonë duke respektu qenjen e tyne, që për mua është shumë e rëndësishme, edhe mbi gjitha pozicionin e tyne në shoqni, por edhe atë pafajsin e tyne, mi u dhanë kohën, mi u dhanë materialin e duhun e mundësit e duhuna për me mësu edhe mu rrit,